Unë kam punu me shumë trajner, edhe realisht gjithmonë pas humbjeve dështoria është zbet, mirë po mbrëm, unë s'kam shku në dështore, sepse ka qenë një moment emocional, e cilin unë e di që është me hu, edhe e di që është me fitu. Prandaj, unë ja kam lënë këtë punë trajnerit, edhe me njerë pas lojës, në grupin e WhatsAppit ku e kam gjithë ekipin, i kam falendru përëzëmërsisht një nga një që gjithë antarët, duke fillu nga stafi i trajnerëve dhe lojtarëve dhe gjithë atyre që kanë kontribu komplet sezonën që ky ekip të vide i këtu, dhe ka qenë një falenderim profesional, sepse ti dush me qenë profesional edhe atëherë kur s'don me qenë profesional. Prandaj unë e kam shkruar një mesazh aty dhe i kam falendru krejt lojtarët, trajnerët për për sukses, ndoshta edhe mu i me thonë, sepse kur kam marrë në fillim të marsit, nuk e kemi ditë a kemi me ndaj ligë, e kemi kapë një finale të Ligës Unike Kosovë-Shqipëri, e kemi eliminu Golden Eagle Yllin pavarësisht që ata kanë pas një buxhet mbi 1 milion euro, edhe kanë qenë 1-0 në seri, ja kemi bërë 2-1. Në gjithë finale, një ekip që mbi 100 ditë s'ka pas humbje, e kemi bërë dhe këtu një kemi mund të trepshën, që s'ka mujtë kërkush, do më thonë, pej mujtë janar, me shkaktu asnjë humbje, por i kam falenderu edhe i uroj sukses çdo njerit.